Një vizitë e rëndësishme, por një vizitë që ka provokuar jo pak reagime aq edhe sa protesta. Si po përcillet nga mediat britanike kjo vizitë e presidentit amerikan së bashku me zonjën e parë? Çfarë pritet të nënshkruhen ndër të tjera? Kjo si vizitë është e pa precedent në vetvete, për arsye sepse vizitat shtetërore zakonisht bëhet vetëm një herë, një lideri botëror kur Mbretëria i fton, dhe kjo është vizita e dytë që po i jepet Donald Trump, dhe që në fillim kur ka bërë testën Keir Starmer u kritikua sepse zakonisht këto vizitat i jepen në fund të mandatit, siç ishte vizita e parë kur ai e bëri. Mirë, neve jemi aktualisht në një kohë dhe në një kontekst shumë ndryshe, ku Britania e Madhe e ka të jetën nevojshme që të ketë një bashkëpunim sa më të ngushtë me Shtetet Bashkuara të Amerikës për shumë çështje gjeopolitike, por gjithashtu është edhe rikthimi i Trumpit si president për herë të dytë gjatë mbas një mandati që kishte Biden, dhe natyrisht që ka shumë tema të reja diskutimi, dhe në Britania e Madhe gjithashtu ka dhe një qeveri të re si Keir Starmer që ka një vit dhe janë objektiva krejt të ndryshme. Dhe një nga pikat më kryesore që do jenë në agjendë është që si do rregullohet dhe si mundet ta rregullojnë mënyrën se si të monitorohet inteligjenca artificiale, për arsye sepse Kina ka rregullat e saj, po Britania e Madhe me SBA-n kanë ato të tyre. Dhe kjo është një nga pikat kryesore, natyrisht pastaj dhe për sa i përket me mënyrën se si duhet mbrohemi, Britania e Madhe do të investojë përsëri në armët bërthamore, po ka pak ashtu të njëjtin sistem me atë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe do jetë dy nga tema. Dhe natyrisht pastaj si gjithmonë që është edhe çështja e tregtisë, dhe Trumpi me Britanin e Bashkuar ka bërë marrëveshjen e parë, dhe aty ka akoma disa detaje që duhet të diskutuar, dhe besoj këto do jenë. Flitet për marrëveshje miliarda dollar, Shandi, është e vërtet? Paktën më sa kemi lexuar edhe nga mediat ndërkombëtare. 1.6 miliard, po këto do bëhen nesër, sepse sot pak a shumë është vetëm ceremonia ku do takohet me mbretin, me mbretëreshën, do ketë një paratë ushtarake, do takohen me zyrtar të ndryshëm, pastaj është banketi shtetëror në mbrëmje. Pse nesër pastaj do jetë setimi dy palësh, dhe presidenti Trump është gjithashtu shoqëruar nga disa numër të lartë të kabinetit të tij, ku aty do ketë një diskutim shumë herë më të gjatë që do bëhet në rezidencën e kryeministrit. Dakor, por protestat përse? Përse është pritur në këtë mënyrë Donald Trump në Londër, duke patur parasysh miqësinë e pathyeshme që ekziston mes dy vendeve? Dhe më tregon ndonjë detaj. Është pritur ndonjë president tjetër amerikan në dijenin tënde, Andi, në këtë mënyrë? Në vizitat më pashme? Nuk duhet ta ngatërojmë Shtetet Bashkuara të Amerikës me presidentin Trump. E drejtë. Marrëdhëniet janë të dypashme që shkojnë mbi 80 vjet, dhe ato janë shumë emër të ngushta, prandaj dhe ka marrë titullin një marrëdhënie speciale. Vetë Donald Trump nuk është shumë i pëlqyer si individ, dhe një sondazh që doli, mbi 76% e britanikëve nuk mendonin që duhet i bëjë kjo vizitë, sepse ishte bërë një vizitë për shkak se ai në Shtetet Britanikëve shikohet si një person problematik, dhe kjo pak a shumë ka qenë reagimi, dhe prandaj ka bërë një sër protesta, po ne jemi një shoqëri e lirë dhe njerëzit kanë të drejtën e tyre ta shikojnë. Dhe vetë një numër i madh i atyre që janë në kabinetin aktual, ku ka qenë në opozitë, kanë kritikuar Donald Trump si për karakterin e tij, po për shumë mënyra të tjera, po kjo do të thotë që nuk duhet të bashkëpunojmë.